Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, salate dhe salame dhe pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wa salam dërgojmë. Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin famëlar thot: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që gjendeni, ju përshëndesin të gjithëve, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një prej çështjeve më të rëndësishme në Islam është edhe delirësia, respektivisht pastrimi i shpirtit. Vëllezër të nderuar, është një çështje tepër e ndjeshme, një çështje tepër e rëndësishme, çka duhet secili prej neve ta ketë të qartë se çka në realitet nënkuptohet me delirësinë e shpirtit. Duke u bazuar në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam, si dhe në thënjet e dietarëve islam, të cilat janë marrë me këtë tematik, pra dietarët e etikës islame, psikologjisë islame, pedagogjisë islame, të gjithë flasin se me shprehjen delirësi, ose si quhet në gjuhën arabe tezkije, është për qëllim që njeriu, besimtari, duhet të bëjë përpjekje që të ruan natyrshmërinë e tij të pastërt në cilën Allahu e ka krijuar atë. Nga se njeriun Allahu e ka krijuar në natyrshmëri të pastërt, fitrat Allahi lati fatara an-nasa alaiha. Njeriu është krijuar një natyrë të pastërt, që do të thotë se nuk njeh mëkatin, nuk njeh të keqen, është krijesë e pastërt, është krijesë e delirë dhe njeriu me kalimin e kohës, varësisht nga rrethonat në cilat është duke jetuar, mund të nënshtrohet goditjeve të ndryshme të cilët i vinë qoftë nga epshi i tij, qoftë nga djalli i mallkuar, andaj kjo natyrshmëri e pastërt e tij mund të devijon. Për këtë, me anë të ruajtjes së delirësisë së tij, nënkuptohet që njeriu të ndërpres të gjitha mundësitë që e keqja depërton tek ai, mos t'i jap hapësirë djallit, shejtanit të luan me të, dhe thjesht t'i jep vetes hapësirë që ai të kthehet në vendin ku duhet me qenë qenie e pastërt tamam siç e ka krijuar Allahu i lartë madhëruar atë. Si mund të bëhet kjo? Kjo bëhet në forma të ndryshme. Pra, ne duhet të dimë se njeriu ka botën e jashtme, kjo pjesa e jashtme, trupi, karroseria e tij që duket, dhe ka botën e mbrëmshme. Kjo bota e mbrëmshme është bota shumë e rëndësishme. Bota të cilën njeriu duhet të bën përpjekje që ta ruan, mos t'i jep hapësirë mendjemasisë, urrëqjes, xhelozisë, të keqes, mendimit të keq, por duhet të bën përpjekje që të ruan të jetë i pastërt në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në mendjen e tij dhe duhet të mundohet gjithmonë të jetë natyrshmërinë e tij të pastërt tamam siç ka krijuar Allahu i lartë madhëruar. Po a thua, këtë shpirt të cilin ne e kemi mbrenda në trupin tonë, a ka nevojë për pastrim dhe delirësi apo nuk ka nevojë? Ne, kur e marrim qenie njerëzore në përgjithësi, do shohim se është një qenie e çuditshme. Çka? Ka trupin, ka shpirtin, ka mendjen. Dhe këto ndikohen nga faktorët e ndryshëm, të cilat i vinë nga jashtë, duke mos harruar edhe anën tjetër se tek njeriu gjendet edhe shejtani, i cili gjithmonë krijon vezvese, çitje tek ai për shpëritje të ndryshme, të cilat e nxisin ata për punë të këqija. Duke mos harruar edhe anën tjetër se njeriu ka edhe epshin, i cili gjithmonë e kërkon atë që është e ligë dhe është e keqe. Por njeriu, krahas asaj që e ka atë anën e keqe që e nxit atë për të bërë punë të këqija, e ka edhe anën tjetër pozitive, shpirtin e pastërt. Shpirtin të cilin Allahu xhaleshanu e ka krijuar në natyrshmëri të pastërt. Dhe imani i tij, besimi i tij, bindja e tij
në Allahun e lartëmadhëruar, në ditën e Kiametit, të gjitha këto e nxisin njeriu që ai gjithmonë të bën përpjekje që ai të ruan vetveten e tij. Andaj, shpirti i njeriu dhe qenia e tij e mbrëmshme, bota e tij e mbrëmshme ka nevojë që të pastrohet me kalimin e kohës. Për këtë e kemi namazin, për këtë e kemi Ramazanin, për këtë e kemi zakatin, për këtë e kemi haxhin, e kemi istikfarin, kemi dhikrin, kemi leximin e Kuranit, kemi ligjërata të ndryshme, kemi xhamit, kemi vizitat. Gjitha këto elemente janë gjëra të cilat e ruajnë shpirtin në natyrën e tij të pastërt, siç e ka krijuar Allahu i lartëmadhëruar. Pra, ajo çka duhet të kuptojmë ne të gjithë se çështja e ruajtjes së natyrshmërisë apo pastërtisë të lirësisë së shpirtit është shumë e rëndësishme dhe njeriu këtë mund ta bën vetëm me anë të besimit të sinqert, besimit të plot në Allahun xhaleshanuhu dhe me anë të adhurimeve të ndryshme të cilat i bën njeriu në jetën e tij. Jo rastësisht Allahu ka obliguar namazin, sepse namazi është ajo që ruan kontaktin mes robit dhe Zotit. Jo rastësisht Allahu ka obliguar zakatin, sepse dashuria ndaj pasurisë është një prej çështjeve që shpirtin e bën të ndotur. Dhe shpirti i tij për këtë ka nevojë që të pastrohet, ajo pastrohet me anë të zakatit dhe me anë të sadakos. Po ashtu Allahu ka bërë obligim agjërimin që njeriu të heq dorë pak nga kënaqësitë e kësaj bote, me hajër dhe me pije, çka duhet të kthehet tek Zoti i tij, stagnon nga hajër dhe pija për një kohë të caktuar dhe faktikisht i jep hapësirë shpirtit. Po ashtu obligimi i haxhit, po ashtu gjërat e mira të cilat humani i bën njeriu në jetën e tij, gjitha këto e pastrojnë shpirtin e njeriu dhe njeriu e kthejnë atje ku duhet me qenë kur njeriu është i pastërt në shpirtin e tij. Për këtë Allahu thot Kur'anin famullar, do të shpëton ai i cili e pastron vetveten e vet, ndërsa do të humbet ai i cili e ndot nefsin apo shpirtin e tij. Kjo nuk kupton se shpirti ka nevojë për pastrim, nga se ndikohet nga faktorë të ndryshëm në jetën e tij të përditshme. Po, vëll, a ka lidhshmëri shpirti me trupin, me mendjen? Këto janë tri komponentët kryesore nga i cili është i krijuar njeriu. Trupi është këtë që e shohmi. Mendja është ajo energji e fuqishme që Allahu ja ka dhëruar njeriu, që ai të jetë në gjendje të kupton gjërat siç janë. Dhe kjo është një dhunti që Allahu ja ka dhëruar njeriu, por mos harrojmë se njeriu ka edhe komponentën e shpirtit. Shpirti mbetet një çështje e cila nuk mund të studiohet në asnjë mënyrë dhe nuk mund të kuptohet e vërteta e tij. Nëse Allahu në Kur'anin famullar ka thonë, yes'alunaka anir ruhi, qul ir-ruhu min amri rabbi. O Muhammed, do të pyesin ti për shpirtin, thuaj se shpirti është çështje që i takon Zotit, juve u është dhënë vetëm pak dituri. Çfarë kupton se për ta kuptuar realitetin e shpirtit është e pamundur, mbetet një sekret prej sekreteve të Allahut xhaleshanu wa xhelaxhalu. Lidhshmëria mes këtyre tri komponentëve është shumë e fuqishme. Si cila prej tyre është e varur nga tjetra. Çka nuk kupton se nuk mund të paramendojmë në një trup pa shpirt, nga se trupi pa shpirt do të thonë trupi i vdekur. Dhe në këtë rast kur trupi është i vdekur, vdes edhe mendja e tij dhe aftësia e tij bie poshtë. Çka nuk kupton se njeriu vetëm kur është i gjallë, kur brendin e tij e posedon shpirtin, atëherë ky shpirt dhe ky trup e ka vlerën e vet. Edhe atëherë vjen shprehja edhe aftësia e tij intelektuale. Andaj, lidhshmëria mes këtyre tri komponentëve është shumë e fuqishme, që asnjëra patjetër nuk bëjmë. Nuk mund të paramendojmë shpirtin pa trup, as mendjen pa trup e shpirt, e as trupin pa mendje e shpirt. Çka nuk kupton se që të trija kanë lidhshmëri të ngushtë. Mirë po, ajo kryesorja dhe më e fuqishme është pikërisht shpirti. Sepse trupi pa shpirt e humb vlerën e vet. Në të kohë edhe mendja pa shpirt e humb vlerën e vet, që do të thotë se shpirti mbetet komponenta kryesore tek njeriu. Dhe pikërisht për këtë duhet i kushtohet një kujdes i veçantë shpirtit. Andaj vërim se Allahu i lartëmadhëruar kur e ka krijuar njeriu, e ka krijuar trupin e tij nga toka, nga dheu. Dhe në fund thot: "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Unë i dhash atij një shpirt nga ana ime. Pra shpirti është një çështje, një sekret që vetëm Allahu i lartëmadhëruar e din ata, i adhuroj njeriu, çka nuk kupton se ne jemi të gjallë fal asaj që në trupin ton kemi një energji shumë të fuqishme që quhet shpirt
Allahu e ka pëndëcuar Kur'anin pa më lartë si ruh, si shpirt, dhe ajo e mban që njeriu të jetë gjallë. Vetë fakti se me anë të shpirtit njeriu mbetet i gjallë, flet për rëndësinë çka e ka shpirtin jetën e njeriu dhe obligimin që e ka njeriu ndaj shpirtit të tij, me anë të delirisisë së tij, ka fakti se sa më i delir të jetë shpirti, sa më i pastër të jetë shpirti, aq njeriu është më komod, më i lumtur në këtë botë dhe aq më afër Allahut të lartë madhëruar. Po, vallë, a mund shpirti të lodhot? Dhe a mund shpirti të ndjehet jo komod? Kështu, njeriu kur është i lidhur me Zotin e tij, dhe kur shpirti është i lidhur me burimin nga i cili ka ardhur, respektivisht me krijuesin e vet, me Allahun e lartë mëdhëruar, ai shpirt gjithmonë është i fuqishëm. Dhe ai shpirt gjithmonë është i mirë, i cili quhet an-nafsul mutma'inna, shpirti i qetë. Shpirt i lidhur me Zotin, shpirt i cili nuk i nënshtrohet sfidave të jetës, shpirt i cili nuk lodhet me vështirësitë e jetës, nga se çështën e ka të qartë, është i lidhur me Zotin e tij, mendja e tij e ka kuptuar realitetin, shpirti është i lidhur me krijuesin e vet, dhe njeriu duke shfrytzuar aftësinë e tij intelektuale dhe shpirtin e qetë që ka, gjithmonë ka elan dhe ka vullnet për punë dhe nuk i nënshtrohet sfidave të ndryshme të jetës, nuk humb shpresën në jetë kur, por gjithmonë është i lidhur me Zotin, pa marrë parasysh se sa vështirësi mund të përjeton ai në jetën e tij. Kështu që, vëllezër, në mund jetën tonë na godasin lloj-lloj sprova. Mund të na godasin në lloj-lloj çështje të rënda në jetën tonë. Mirë po, njeriu në asnjë mënyrë nuk mund të humbë shpresën tek i madhi Zot. Allahu i lartë mëdhëruar thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu, la taqnatu min rahmatillah." O i besimtar, mos u dëshproni, mos u pesimizoni nga mëshira e Zotit. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Kjo njeriu t'i jep shpresë dhe nuk e le që njeriu të lodhet në shpirtin e tij, të lodhet në emocionet e tij, të lodhet në ndjenjat e tij, të lodhet në aspektin psikologjik. Po, njeriu duhet të jetë gjithmonë i lidhur me Allahun e lartë madhëruar. Po nëse ndodhet e kundërta, që njeriu i humb lidhet me Zotin e vet, i humb lidhje shpirtërore me krijuesin e vet, nuk adhuron Zotin, nuk e njeh Zotin, mbështetet vetëm fuqinë e vet që e ka, dhe vetëm intereson aspektin material, ky njeri do të përjeton vështirësi në jetë, do të përjeton stres në jetë, do të pesimizohet në jetën e tij, nga se fuqia e tij është e paaftë të përballon vështirësive të jetës, dhe në këtë mënyrë ky njeri do të shprohet, dhe kalimi i tij në dëshpërim, kalimi i tij në pesimizëm e lodh shpirtin e tij, nga fakti se e ka kputur shpirtin e tij me krijuesin e vet që ka krijuar. Për këtë Allahu i lartë mëdhëruar nuk don që ne të bim në këtë citat të rëndë psikologjike, shpirtërore, po do gjithmonë që ne të jemi të lidhur me ta. Për këtë ne ka obliguar 5 kohë namaz, për këtë ne ka obliguar dhënien e zakatit, ne ka obliguar agjërimin e Ramazanit, kryerjen e haxhit, ne ka obliguar me lloj obligime të ndryshme që ne gjithmonë të jemi të lidhur me Zotin ton. Andaj, ajo që kërkohet prej neve është që ne në asnjë mënyrë mos pranojmë që të lodhemi në shpirtin ton, të kalojmë në depresion, të kalojmë në pesimizëm jetën tonë, por duhet gjithmonë që jemi të lidhur me fuqinë e Allahut të lartë madhëruar. Nëse ibadetet e ndryshme janë ato të cilat ndihmojnë në delirësimin e shpirtit të njeriut, këtu përderisa jemi në Ramazan, në këtë muaj të bekuar, parashtrohet një pyetje: vallë, Ramazani a mund të ndihmojë në këtë drejtim? Vëllezër të nderuar, njeriu ka botën e jashtme dhe ka botën e mbrojtshme. Bota e mbrojtshme është ajo më krijesore, ndërsa bota e jashtme është ajo që duket që e shohim të gjithë ne. Për këtë Ramazani është një mundësi shumë e madhe që ta ngjallë tek njeriu botën e mbrojtshme, ta ngjallë tek ai aspektin shpirtëror, ta ngjallë tek ai botën e emocioneve pozitive që gjenden tek ai dhe shpirti të marr vendin e vet. Është një çështje mjaft e rëndësishme në jetën e njeriu, të ruhet baraspesha mes nevojave të mbrojtshme të tij dhe nevojave të jashtme të tij.
Çka nënkupton se nuk guxojmë ne vetëm të ushqemi me aspekte materiale, duke i dhënë përparësi tepër të madhe anës trupore fizike, dhe duke anashkaluar apo lënë anësh aspektin shpirtëror dhe aspektin psikologjik, por duhet të ruhet ekuilibri baraspeshëm mes këtyre dy elementeve shumë të rëndësishme, sepse me shpirt të shëndosh dhe me trup të shëndosh arrin edhe sukseset e mëdha. Andaj Allahu i lartë mëdhëruar ka obliguar agjërimin e Ramazanit, qëtë një mundësi shumë e madhe që njeriu të bën një revolucion shpirtëror me veten e tij, edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri. Është e mirë Ramazani se është një obligim kolektiv, që e bojnë të gjithë besimtarët për një herë. Me miliarda njerëz agjërojnë po të njëjtën ditë dhe njëjtën kohë. Dhe kjo është një fuqi kolektive që jep njeriu. Pra, është fuqi shpirtërore, është fuqi individuale, fuqi familjare, fuqi shoqërore, fuqi mbar islame, që të gjithë muslimanët faktikisht e krinë të njëjtin obligim për hir të Allahut xhaleshanu wa xhelaxhalu. Kështu që Ramazani është një mundësi shumë reale dhe një mundësi shumë e fuqishme që njeriu të ngrehet shpirtërisht, që njeriu të kthehet tek Allahu i lartë mëdhëruar, që njeriu në momentin kur agjeron me orë të tëra, kur fillon diku para iftarit, atëra pasi qenis, mes i qenis së akşamit, disi zorë të kërkojnë ushqimin dhe luktit e kërkojnë ushqimin e vet, në këtë moment njeriu e shef se është dikushi. Ai i person i cili ka mundësi për të thënë barkut e tij stop dhe të mos e lejon të hanë për një kohë caktuar, ai ka mundësi edhe gjuhës së tij të thotë stop nga fjalët e ndira. Ai ka mundësi të thotë edhe syrit e tij stop nga shikimi i dëmshëm dhe i keq. Dhe të thotë edhe veshët e tij stop nga dëgjimi i keq. Kjo që agjërimi i jep njeriu një fuqi të brendshme, një fuqi shpirtërore që thjesht e dëlirëson shpirtin e tij, e pastron atë, e kthen në vendin ku duhet me qenë ai. Që nuk kuptohet se Ramazani, krahas asaj që ka kuptime shumë të mëdha dhe ka dobi shumë të mëdha, një prej dobive të Ramazanit është edhe ngriqja shpirtërore e njeriut që ndihmon në mënyrë individuale dhe kolektive pastrimin shpirtëror të tij në formën më të mirë. Por ato që duhet ta dinë secili prej neve, vallë, delirisimi është proces që ndodh për një herë, mund të bëhet njeriu brenda ditës, njëri shumë i mirë, apo është një proces i cili kërkon një kohë pak më të gjatë. Këtë e vërejmë se ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam tregojnë qartë se është një proces i cili ka nevojë për një kohë më të gjatë. Dhe është një proces i vazhdueshëm i cili duhet njeriu të mundohet ta bën atë çdo ditë. Nëse mormi vetëm obligimet 5 kushtet e Islamit, do të vërejmë se Allahu i lartë mëdhëruar ka caktuar namazin për çdo ditë 5 herë, çdo ditë, në gjitha forma, në gjitha situata që gjendet njeriu. Obligimin e zakatit e ka bërë për të pasurit një herë në vit. Obligimin e agjërimit e ka bërë për të shëndetshmet një herë në vit, ndërsa obligimin e haxhit e ka bërë për ata që kanë pasuri dhe shëndet një herë në jetë. Që do të thotë se në gjitha format njeriu duhet të kapet për njërin ose për disa prej këtyre obligimeve me qëllim që të bën përpjekje të ruan delirësinë e tij. Po çka duhet të bëjë njeriu? Lezër, ato që unë po e shoh dhe nga ajo që kemi lexuar e studiuar, vërejmë se aspekti material ka filluar të dominon jetën tonë. Shumë ju kemi kushtuar botës materiale, hajës, pijës, ushqimit, luksit, shtëpijës, kerrit, makinës, jetës, shëtiqes, ecjeve, domethënë thjesht ju kemi kushtuar pjesët më të mëdha ose dërmueset jetës tonë, jetës materiale. Shumë pak ju kemi kushtuar shpirtit. Për këtë, pastrimi shpirtëror, delirësia ka nevojë që njeriu të fillon nga vetveçja, nga tërheqja pak. Njeriu duhet të tërheqë vetveten e tij mes tij dhe me Zotit. Duhet të falë namaz natë, kur vetëm Allahu e shef dhe nuk e shef askush për njerëzve. Dhe duhet të bën disa obligime që i japin përparësi shpirtit të tij. Dhe njeriu ka nevojë për një çështje të tillë, jo vetëm një ditë, as një muaj apo një vit, po ka nevojë gjatë të jetës së tij. Sepse armiku i tij i përbetuar, shejtani i mallkuar, gjithmonë tenton tek ai që ata ta ndot me vepra të këqija, duke nxitur për të bërë punë të këqija, të dëmshme, harame, të ndaluara. Ti në anën tjetër duhet të kundërvjesh armikut tënd që kanë këtë rast gjallën e mallkuar me vepra të mira. Allahu në Kur'an thot: "Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Djalli, shejtani është armiku juaj,
edhe ju konsideroni ata për armik. Nëse ai nxit mos më fal, ti falu. Nëse ai nxit mos më dhon, ti jep. Nëse ai nxit mos më agjëro, ti agjëro. Nëse ai nxit për vepra të këqija, ti largohu prej tyre. Dhe të bënën kundërtën e epshit dhe egos tënde që e kanë brendin tënde, bënë atë që është më e mira, faktikisht për të ngritur aspektin shpirtëror tonit. Dhe ky proces nuk është proces i cili mund të krijet brenda ditës dhe natës, por është një proces i cili ka nevojë pa ndërprerje, sidomos që nga fëmijëria e hershme, duke vazhduar kështu sa të jetë njeriu i gjallë, nga se armiku punon me ta derisa ky person është i gjallë. Edhe e kundërta duhet të jetë e tillë, edhe ky punon për të qenë i lidhur me Allahun sa të jetë i gjallë në këtë botë. Dhe për fund të nderuar vëllezër dhe motra kudo që gjendeni, dua para jush të paraqes një mesazh të rëndësishëm në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Mesazhi është që mos të kalon agjërimi jo në formalitet. Të bëjmë përpjekje në maksimum të ikmi formaliteteve, të kthehemi në realitet. Të kthehemi në atë se agjërimi është ibadet para së gjithash. Është një lidhshmëri shpirtërore mes robit, njeriut, besimtarit dhe krijuesit të vet, Allahut të lartëmadhëruar. Është një obligim vjetor i cili krijet brenda një muaji dhe kjo obligim duhet neve të na nxjisë gjithmonë që ta krijojmë formën më të mirë. Jo derti jon qet çka po ham për iftar, e çka për sefir. E ku po rrim pas namazit të yatsis dhe ku do të shkojmë. Mos jetë këtë dert i jon, po derti jon le të jetë vallë agjërimin tonë pe krim su çka duhet apo jo. Derti jon qet që namazat tona mundësisht t'i krijmë të gjitha me xhamat në xhami. Derti jon qet që ne ta falmi namazin rregullisht, duke përfshi edhe 20 rekate të namazit taravih në xhami. Jo vetëm ditët e parë dhe të fundit, po gjatë të Ramazanit. Derti jon qet që ne sikur çka stagnojmë nga haja dhe nga pija, të stagnon edhe gjua jon nga fjalët e këqija. Edhe siri jon nga shikimi i keq. Edhe veshi jon nga dëgjimi i gjërave të këqija. Muhamedi alayhis salam gjithmonë lutej Ramazan duke thonë: Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa ghadd al basari wa hifdh al lisan. O Allah, na ndihmo që ta agjërojmë, të falmi namazin dhe taravit, na ndihmo të ruajmë sirin dhe të ruajmë gjuhën nga fjalët e këqija. Kjo ishte një lutje që e bante Muhamedi alayhis salam. Nëse dojmë agjërim të plot, le të agjeron shpirti, le të agjeron gjua, le të agjeron syri, le të agjeron veshi, le të agjeron çdo pjesë e trupit tonë dhe t'ja përkushtojmë këtë ibadet të madhit Zot i cili na ka krijuar në këtë botë dhe na ka nderuar të jemi pjesë e pandar e këtij umetit të Muhamedit alayhis salam dhe na mundson që adhurimi jon të jetë i sinqert për hir të Allahut xhalla shanu wa xhalla xhalu. Lutjet tona më të sinqertë janë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që Allahu të na vetëdijson të gjithëve. Ta kuptojmë realitetin e Islamit, të krijojmë obligimet në formën më të mirë, të përfundojmë këtë muaj të bekuar me një agjërim të pranuar tek i madhi Zot. Nëse Allahu na pranon agjërimin, ta dimë se kemi hi në mesin e njerëzve të cilët quhen muttaqin, të devotshëm. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, dije se Allahu e pranon ibadetet e tij nga njerëzit e devotshëm. A qëllimi i Ramazanit dhe agjërimit të tij është arritje e devotshmërisë. E lutim të Madhin Zot që na mundson të arrijmë devotshmërinë, që jemi në mesin e devotshmëve dhe Allahu t'i pranon lutjet tona. Ju përshëndesim të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.